shumë, zonja Spiropalis. Pari, më lejoni të sjellën vëmendjen tuaj që seanca plenare do duhet ishte mbledhur të njëjtën ashtu siç seanca plenare ka vendosur kur ka miratuar kalendarin dhe programin e punimeve të kuvendit. Juve na thatë se kishit një angazhim shumë të rëndësishëm në Ukrainë. E vërteta është që të njëjtën nuk ishit në Ukrainë, ishit duke ngrënë drek në Greqi. Madje këtë na e bënit me dije edhe gjithë deputetëve dhe të mbyllësh kuvendin e Shqipërisë për ta trajtuar atë si shtëpinë tënde personale, për të ngrënë drek në Greqi, jo vetëm nuk është e mbështetur në rregulloren e kuvendit, por është një arrogancë që kalon kufit e sjelljes tuaj të përditshme dhe normale. S'dyti, po, ne nuk kemi dhënë aprovimin për miratimin e kalendarit të punimeve të kuvendit, se dhe pse jemi një muaj nga mbyllja e kësaj legjislature, ju mbani të kyçur në zyrtarin tuaj plot 60 nisma të deputetëve të kuvendit të Shqipërisë. Sipas Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, çdo deputet, një nga funksionet e veta kryesore apo përgjegjësitë e tij kryesore në kuvendin e Shqipërisë, ka të propozoj nisma legjislative. Ju trajtoni me prioritet çdo nismë që vjen nga Këshilli i Ministrave, që është një nga subjektet që mund vë në lëvizje procesin ligjvënës, ndërkohë që nuk trajtoni asnjë prej projektligjeve të propozuara nga deputetët apo kolegët deputet, kryesisht të deputetëve të opozitës që kanë të bëjnë me interesin e qytetarëve, duke përfshirë rritjen e pensioneve, duke përfshirë minimumin jetik, janë nisma që flejnë në zyrtarin tuaj. Pra jemi vetëm 3 javë nga mbyllja e kuvendit dhe ne nuk kemi akoma një planifikim në kalendar dhe në program se kur do të shqyrtohen dhe do të trajtohen në seancë plenare iniciativat e propozuara nga deputetët. Kjo është arsyeja pse nuk kemi dhënë dakordsinë për miratimin e kalendarit dhe të programit të punimeve të kuvendit për 3 javët e mbetura dhe kërkoj zonja kryetare, meqense pas keni hartuar ju programin, të planizoni se kur iniciativat e deputetëve, veçanërisht iniciativat që kanë të bëjnë me interesin e qytetarëve, është në interesin e qytetarëve që të miratohet minimumi jetik brenda kësaj legjislature. Është në interesin e qytetarëve që të miratohet rritja e pensioneve brenda kësaj legjislature. Është në interesin e qytetarëve që të miratohet ligji për kontrollin e investimeve në Shqipëri, që mos përqendrojnë investimet në 5 duar siç ka ndodhur gjatë tyre viteve që qeverisni ju. Janë gjithë iniciativa në dobi të qytetarëve. Do të jenë prioritet i punës së kuvendit. Edhe sfundmi uroj t'ju ketë shijuar dreka atje në Athinë dhe t'ja ketë vletur që bllokuat punimet e kuvendit të Shqipërisë, ndryshe nga sa kishte miratuar seanca plenare.